Protesta po bëhet çdo ditë më masive. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e Ramës, burg për Ramën, por jo vetëm kaq, burg dhe për Berishën. Lodhen kot. Jam mamen ta fjalët e mia. Lodhen kot. Nuk kanë që bëjnë Edi Ramës. Po pse ka një arsye? Ka arsye, Edi Rama ka gul themelet. E kuptova. Nuk shtrohet problemi se e kërkon ti dhe unë, ajo është me ka drejtësia për të fut njerëzit në burg. Qase unë ty do të vjedh mikrofonin, ai do më fusin burg mua? E kuptoj. Drejtësia vendos. Berisha s'ka punë me burgun, Rama ka punë me burgun. E kuptova. Me ballokun e me gjitha klikën e tij rakshënare, shumë poshtë që ka rrethur rreth. Si e parashikoni protestën? Protesta absolutisht, ai ka ra. Po unë di që është në detyrë akoma ja. Ti e di, ti e gazetar, mos më provoko mu. Jo, bëj pyetje, kam të drejtë. E bëjmë pyetje, po ajo sot, jo nesër, që do të krijohet qeveri teknike. Njeri shiti detin. Tjetri do me e falë tash i prap detin. E kuptoj. Ky po shet pronën. Ne nuk fitojmë një. As shteti nuk fiton një. Kuptoj. Sepse atje nuk do shkojnë shqiptarët, atë shkojnë të huajt. Atëherë për çfarë bëhet e gjitha kjo? Bëhet për të bërë ishullin e Epsteinit. E kuptoj. Shqiptari që në kohët e lashtra ka sundu botën. Edhe historia përsëritet, ka ardhur pika, kjo është shkëndije parë me sa themun, edhe të shi e tutje, shqiptari do ngrihet aty ku ka qenë. Sot ka dalë populli, rinia. Në vërtetë. Ka dalë ato tamam që duhet. Nëse qoftë se përzin vetëm ne nga politika e tij plakut, 83 vjeç, 80 sa është ai, sa s'duhet më. Fare, absolutisht. Ama këtë i dëmojnë mos të anale dhe në fund se nuk ka bie nënës i prek kush këtë me dorë. Si që kam fillu, ta mërojnë. Unë e shoh protestën shumë mirë. E shikoni shumë mirë, të shëndetshme. Për të shëndetshme të shoh fundin. Fundin, këtu jam po, e vërtet. Ndërsa e shoh mirë. Deri tani po reziston. S'ka rrëmuj, s'ka sharje, Jo, rrëmuj nuk s'ka ka. thyrje. Po. Kjo tregon për mua qytetërim. Edhe kërkon llogari tjetër që kthehesh si të këut. Këti, ka idealin, gjithë duan të jetojnë. Shqipëria jonë është. Ky është një reagim i mrekullueshëm i cili mua më gëzon dhe më jep shpresë se ky vend do të bëhet dhe do të bëhet mrekullisht mirë. Të dy mburë të vend, të dy mburë të shkojnë. Se e kanë marrë më kja poplin po bën 35 vjetë. Andaj dhe në mburë po rinia ka një gabim. Pse s'na fton neve plejve të vem atje, po thot vetëm të rinjë. Protesta është e lirë më? Po jo, po ne vem atje s'na pranojnë. Si pranojnë? Ja, na pranojnë, ata të rinjë. Jo, thot ikni ju plejtini patronazhi. Si kemi patronazhisht neve. Nuk ka pyllka dera? Jo, dera ka shumë biles, janë gjallë këtu të ne. Kote fundit janë gjallë shumë dera. Janë gjatur, ë? Janë gjallë shumë dera. Me sa koka janë? Vallaj, kanë shumë koka, po kanë ngjyrat ndryshme. Kanë ngjyrat ndryshme derrat. Ja, u fut Rama e Berisha në burg. Ku që të drejtoj këtë vend? Nuk se përgjigjet. Po pse s'ka të tjerë këtu? Po ka mos po dhe një burg me koqe, ishte me tope.